tjetër, me një vend tjetër që është ndoshta 150 herë, 200 herë më i dobët ekonomikisht, dhe po marr këtu një shembull, Korenë e Veriut, e cila vetëm gjatë një viti e gjys i ka dhënë Vladimir Putinit 4 milion predha 122 dhe 152 mm. Që të thotë, i gjithë kompleksi industrial i Bashkimit Evropian, së bashku me 23 trilion euro që përfaqësojnë nga ana fuqisë ekonomike, janë të paaftë për ta furnizuar Ukrainën plus Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përpall një federatë ruse me 2.5 trilion dhe një, për shembull, Korea e Veriut që nuk ka as bukë të hajë. Pra, kjo qasje do të kërkoj kohë që të ndryshojë. Dhe shumë pozitive që Bashkimi Evropian më në fund është zgjuar nga gjumi dhe kjo qasje, kjo politikë e jashtme e afrimit me Federatën Ruse e Putinit, unë mendoj që do t'i bëj shumë mirë Europës për dekadat e ardhshme për sigurinë e saj kombëtare. Ju e cekët pak më herët, por dua që ta elaboroni pak më shumë. A është sot ose a është tani dhe a mund të përjetoj në një kohë, në një periudhë afat shkurtër Europa një paqe të brisht dhe një siguri jo të konsoliduar, zoti Demiraj? Unë besoj që po, në rast se do të gjenden mekanizma për t'i ul palët në tryez edhe Ukrainën, sepse është Bashkimi Evropian që po e pengon Ukrainën, le të jemi të sinqertë. Unë s'po flas këtu se jam politikan, po t'isha politikan nuk do ta thoja këtë. Si analist, na duhet të jemi të sinqertë për analizën e situatave politike dhe gjeopolitike. Është Bashkimi Evropian që po përpiqet të japi oksigjen Zelenskit, nga njëra dhe nga ana tjetër është Shtetet e Bashkuara të Amerikës që duan se s'bën të zbatojnë, patruajnë faqen në atë shprehjen popullore, sepse ju dini që Trumpi ka thënë unë mbyll të luftë për 24 orë. Dhe ajo që ai ka pas parasysh këtu, ka qenë ndalimi i asistencës ushtarake, sepse është asistenca ime ushtarake që e mundson vazhdimin e këtij konflikti, dhe nga ana tjetër gjetja e një zgjidhje të përbashkët ku të dy palët të pranojnë një zgjidhje. Por Bashkimi Evropian po përpiqet me gjitha format. S'fundmi kanë miratuar fatmirësisht një plan 20 miliard euro, nuk është problemi për të miratuar programe apo shifra, për deklaruar shifra. Problemi është që ushtria ukrainase ka nevojë për pajisje. Ka nevojë për pajisje të cilat nuk i ka dhe nuk realizohen. Ushtria ruse nuk mund të mposhtet me deklaratat e Kallasit, edhe me dëshirat e Kallasit. Mposhtet vetëm me asistencë ushtarake, me pajisje, me mjete. Duke ndihmuar Ukrainën, Bashkimi Evropian po krijon një Europë më pak të sigurt? Jo, absolutisht. Unë mendoj që ky konflikt tregoi nxori qartë boshllëqet e Bashkimit Evropian, varësinë e saj krejtësisht për sa i përket sigurisë kombëtare, le ta themi të gjithë Bashkimit Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky është një fakt i cili i ka zgjuar pra liderët e Bashkimit Evropian që të ndërmarrin reforma. Por një pjesë e madhe e tyre, për shembull po jo marr këtu Britaninë e Madhe, Shtarmerin, ka vetëm deklarata publike, asgjë. Merrni, shikoni me vëmendje se sa është buxheti i forcave të armatosura në Britaninë e Madhe. Krahasojeni Britaninë e Madhe me 20 vite më parë, një nga fuqitë kryesore. Sot është një ushtri me 76.000 ushtarë. Pra po flas për forcat toksore, me një flotë modeste detare, me një flotë modeste ajrore, e cila nuk përfaqëson as pak fuqinë e Britanisë Madhe si një nga 5 vendet kryesore antarë të përhershme të Shiut. Pra e kanë të pamundur për të projektuar fuqi. Në qoftë se do që të projektosh forcë, do duhet që të kesh mjete nga mbrapa. Dhe Europa këto sot nuk i ka. Edhe në pyetje të fundit kam zoti Demiraj. A janë sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës alati kryesor i Europës? Nuk ka diskutim, është boshti euroatlantik, është i padiskutueshëm. Thjesht kemi një zhvendosje të politikës jashtme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentit Trump, pasi në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vazhdojnë të jenë superfuqia, vazhdojnë të jenë dhe do vazhdojnë të jenë superfuqia e pasfidueshme e globit, do duhet që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë një bashkëpunim më të ngushtë
Pra të kenë bashkëpunim të paktën, jo më të ngushtë, edhe me Republikën Popullore të Kinës edhe me Federatën Ruse. Dhe do duhet që të gjenden format dhe metodat e bashkëpunimit pra jo luftë, sepse në asnjë konflikti me këto dy shtete kjo nuk do ta bënte Shtetet Bashkuara të Amerikës, superfuqi do ta dobësonte dhe do të krijonte problematika të tjera në situatën gjeopolitike globale. Ju falenderoj shumë zoti Demira, gjithmonë kënaqësi të dëgjojmë opinionet tuaja. Ju falenderoj.